Pra këtë arsye transmetohet nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si Abdullah ibn Mesudi, i cili bante dua dhe thonte: Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha. O Zot, na shto imanin, na shto bindjen, na shto të kuptuarit e dinit. Pra mu paskon që nuk shtohet imani, pse Abdullah ibn Mesudi e luti Allahun azza wa jall që Allahu që ashton iman. Transmeton Jundab ibn Abdillah el-Bajali, shoku pejgamberit Allahut, i cili thot: ishmi të rinë kohën e pejgamberit Allahut, dhe kur shkojshmi te pejgamberi Allahut, tha mas pari e mësojshmi imanin e pastaj Kur'anin. Mas pari e mësojshmi imanin e pastaj Kur'anin. Kur e banëm kështu, kur e lexum Kur'anin, na i shtoi imanin. Pra ki transmetim na tregon se imani shtohet. Transmeton Umeir ibn Hubejb radiallahu an, i cili ka thonë imani shtohet dhe paksohet. Për ata Ibn Qayyim thot, i pari që ka thonë, pra i pari që a shpreh se të gjithë e kanë besu, po i pari që a shpreh se imani shtohet dhe paksohet, është ky shoku i pejgamberit Allahut i quajtur Umeir ibn Habib el-Khatmi. Kja është i pari që a shpreh se imani shtohet dhe pakohet. E pyetën Umeir ibn Habibin dhe i thanë: që shtohet dhe si pakohet? E pyetën Umeir ibn Habib shokun e pejgamberit Allahut, si shtohet imani dhe si paksohet? O përgjigj ai dhe tha: kur ta përmendmi Allahut, kur ta falemndrojmë Allahut, kur ti tutmi Allahut, na shtohet imani. Kur ta harrojmë, kur mos ta përmendmi Allahut, kur mos ta falemndrojmë Allahut, atëherë pakohet imani. Po ashtu transmetohet, siç e dini, hadithin e Handhalës, i cili shkoi në shtëpi dhe tha: vallahi jam bë munafik. Erdhe Abu Bekr Siddiku radiallahu an, e pyet Handhalën dhe i thot: përse e shqipton këtë fjalë? Tha: përsa? Për çka se kur jemi pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jemi aq të nivelit imani na i rritet, derisa na u duket se xheneti dhe xhenemin e kena përpara. Tha: shkojmë në shtëpi, tha lozi me fëmijët, dalmi në arë, dalmi në dugaj, shkojmë punë, tha nuk jemi të tillë. Tha Abu Bekr Siddiku, tha: kjo nuk është e veçantë për ty. Tha: nëse është e vërtet se kjo është munafiklëk, atëherë tha vallahi ndodh dhe me mua. Pra ndodhi me Abu Bekr Siddiku radiallahu an. Për këtë arsye të ditë shkuan dhe u ankun te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i than: ja Rasulullah, jena bo munafik. Tha: me pejgamberi Allahu, çka jeni të fol? Tha: ja Rasulullah, kështu kur jemi pranë teje po na shtohet imani, kur po shkojmë në shtëpi, tha po mirëmi me dunjallëk, tha po na paksohet imani. Tha pejgamberi Allahu: sa wa sa, një ças dhe një ças. Ma keq, ma shumë është keq përdor kjo hadith. Disa thojnë një ças namaz, një ças në xhami, një ças në diskotek, një ças në halal, një ças në haram. S'ka thonë pejgamberi Allahut kështu, dhe ai që e komenton hadithin e pejgamberit kështu, i kanë gjitë bifton pejgamberit Allahut. Po pejgamberi Allahut deshti me thonë se s'ka mundësi imani të qëndron me një vend, po imani është element që shtohet dhe paksohet. Tha: mu kani ju na gjendje si kur i jeni te unë, tha me laqet kishin zbrit prej qielli dhe ju kishin përshëndet në rrugë. Tha: po imani ju paksohet me laqet ngriten, siç ka në hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye ndëgjoni këtë argumentim të mrekullueshëm të Ibni Battas, njëri prej dietarëve që na transmetojnë, na i rujti akidën, besimin e ehli sunnetit dhe xhamatit. Edhe pse libra ati është e humbur krejtësisht, mirë po disa pjesë janë botu në kohën bashkohore tonë. Thot argumenti më i fuqish në Kur'anin e Kerim që shtohet imani është fjala Allahut azza wa jall në suratun Nisa, ajeti 136. Ndëgjoni çka thot Allahu azza wa jall:
Thot ja ejuhalledhina amenu, aminu. O ju që besuat, besoni. Tha kja është argumenti ma i fuqishëm se imani shtohet. Pri nga ja bëni bëtha. Tha Allahu Azza wa Jalla i tharet besimtar dhe i thot besoni. Tha do të thot se imani pranon shtim dhe paksim. Si kur njoni i cina duke ngëron. Çka i thua? Ha. Do të thot vazhdo të ngëronit ha ma shumë. Njoni është duke pi, i thua pi. Do të thot pi ma shumë. Njoni është duke hec, i thua hec. Do të thot hec ma shpejt. Njoni është duke lexu që i thua lexo, që do të thot lexo ma shumë. Njoni është duke u fal, i thua falu. Do të thot falu ma shumë. Tha mu konë që imani nuk shtohet, sash e logjikshme që Allahu të thot shtone. Si ko për shembull, vepra të cilët nuk pranojnë shtim, njoni është ullur. Është e logjikshme i thonë, o ti ullur, ullu. Nuk ka kuptim. Njoni që janë kam i thonë, o ti ngritur në kam, ngritu. Pra Ibn Battah të tha, mo konë që imani nuk shtohet, Allahu nuk na kishte thonë, o ju që keni besu, besoni. Që Allahu Azza wa Jall me këta jetë ka desht me na thonë, o ju që keni besu, shtone besimin. Kja komenti ma i sakt dhe Ibn Battah pro argument të mrekullueshëm që neve me kuptu se imani shtohet dhe pakuhet. Do të shohim pse na duhet ne me ditë këtë. Për shkak se në këtë element kanë deviju shumica, kur e kuptuan se imani është që nuk shtohet dhe nuk paksohet. Për ata njoni që e paksoj imanin e vetë, e nxerrën për i fes me një herë. Dhe njoni që e shtoj, apo njoni që e paksoj, e banën të barabartë. Mëkatarin e banën të barabartë me imanin e Gjibrilit dhe Abu Bekr Siddiqut radiallahu an. Këto janë murxhiet e mëparshëm. Ndërsa Khawarijët, ato që se kuptuan gjithashtu këtë element, a i cili e thaj një dek të pemës, thanë s'ka pemo. Pra vëllezër të ndershëm, për këtë arsye, është e rëndësishëm ta kuptojmë se imani shtohet dhe paksohet.